Miq turizmos. Sot është dita e protestës që do bësh ke parlamenti, ke kuvendi. Sigurisht, kjo protestë në marrëzinë e saj, në idiotizmin e saj, tenton që të presionoj, t'i bëj presion kuvendit të Shqipërisë. Po jo kuvendit të Sali Berishës, po kuvendit të Edi Ramës. Tashmë protesta, miq të Prizmës, ka marrë fund si që një protest me konglomeratin e ngjyrave dhe të logjikës së flamingove. Këto që kanë betur tani janë flamingo berishkët. Janë ata të cilët në fund kret, do bëjnë atë që janë mësuar prej viteve për të bërë. Protestën po gjithmonë të dhunshme. Protestën që mbledhin gur, i mshejnë në përqese dhe në përstrajca, dhe pastaj gjuajnë. Jo vetëm gur, po senet hek, shishe, xhama. Sepse ata janë gjithmonë të vendosur për të bërë dëm. Duan patjetër gjak. Dhe normalisht përveç se janë 50 vetë që demonstrojnë maksimumi 100 vetë, dhe që normalisht pastaj përbëjnë dhe sherrin, pengojnë rrugën e makinave, pengojnë autobuza, pengojnë qytetarët e Tiranës. Fillojnë edhe bëjnë dhe delirin e grinjeve me policin. Duhet patjetër t'ja hapin kokën policëve dhe policët këtyre t'ju thonë faleminderit, siç bënte ai polici me atë flamingezhen e cila e shante o idiot. E i thotë faleminderit e shkreti policë. Edhe e bukura se në i gur këta që e gjuajnë nga mrapa ju bie edhe vetë protestuesve. Edhe shiko, u çam edhe ne, në fakt çaj njëri tjetrin, sepse sigurisht këta janë flamingo berishkët. Ata kanë betur tash. Protesta e Sorosit dhe protesta e ultramajtizmit kundra majorancës sotme edhe Edi Ramës vet ka dështuar. Më vjen keq që e them këtë, po Sorosi ka dështuar në protestat e tij kundra Benjaminit ti Edi Rama. Ka dështuar sepse është çështje thjesht inati, jo çështje parimesh. Kur Soros ndihmonte Edi Ramën, konsideroheshin parime, ato parimet e demokracisë, parimet e, po themi, një bote të lirë, një liberal demokracie, një majtizmi i cili kishte për brenda raportin jo të mirë të dikurshëm me diktaturën. Kurse sot, urrëtia e Sorosit dhe gjithë organizmave të majta që komandohen nga Sorosi në Shqipëri, drejtohet ndaj Ramës edhe qeverisë tij, po dhe majorancës tij, sepse ai ka ra dakord me Trumpin. Dhe armiku numër 1 i George Sorosit edhe i të birit, të cilin Edi Rama i quan si vllau im, se këtu është problemi, ke Edi Rama është gjithë historia. Është perfidia dhe jo morali i mirë i Edi Ramës që nuk e shpall këtë. Të organizohen të gjithë testatat ku Soros ka akses të jashtëzakonshëm, sikundër është CNN, sikundër është New York Times, sikundër janë 2 testatat e mëdha botërore të financës dhe ekonomisë, The Economist dhe Financial Times, sikur është Times i vetë, sikur është Reuters, BBC-ja. Janë të gjitha testatat cilat financohen, janë bashkëpunëtor dhe njëkohësisht janë fuqizuar gjithmonë nga Soros. Dhe shumë pastaj element të smajtës evropiane dhe asaj amerikane, e cila me thënë të drejtën, sado që ka reaguar me anë disa krymaleshve në komunist dhe ultramajtist në ato bloqet ultramajtiste që ka Parlamenti Evropian, nuk kanë vepruar për sa i përket raporteve që kanë ata me Shqipërinë. Përveç një idioti i cili takon partive demokratike të majta dhe ato, Çek, i cili thotë që shiko se Edi Rama po nxjerr parë me anë familjarëve jashtë Shqipërisë. Sepse kështu llogarita i Flamingo është një idiot, kujton se një kryeministër i Shqipërisë ka nevojë të nxjerrë tani me anë familjarëve të tij para aty jashtë. Kaq idiot është.
Kaq jo vetëm idiot, po sher budall, sepse ai sigurisht do t'japi material pa vërtetuar asgjë. Po sigurisht paguhen nga Sorosi, ai është tipikisht edhe partia e tij dhe grupimi i partive të tija, të majta sigurisht që e quajnë veten demokratike, grupi demokratik, partive demokratike në Parlamentin Evropian është i financuar nga fillimi deri në fund, ku bën pjesë edhe kjo Mariana Koçeku, nga Sorosi. Po të fusim edhe islamin politik, i cili ka ndërhyrë në mënyrë të jashtëzakonshme bashkë me mbi 100 portale të hapura një vjet e fundit ose një vjet e pak fundit nga garda revolucionare e Iranit, po, direkt, ata e kanë. Edhe jo, thonë këta, nuk ka nevojë se kush del aty, nuk vjen garda me dalë në bulevardin e Tiranës. Janë ata që marrin para. Nuk vjen garda vetë, nuk vjen iranianët vetë. As nuk vjen Albin Kurti, po vjen ata që paguhen nga Dejona me Ali, vinë na çajnë bëthën ne në qendër Tiranës. Por nuk do të justifikoj Ramën. Rama ka një padrejtësi të jashtëzakonshme, nuk pranon haptas së sulmuar nga George Soros. Dhe sigurisht ky është fundi. Derisa të vi shtatori, tetori, me shpresën se do të vinë studentat, me shpresën që të binë temperaturat, masi të kanë sabotuar në mënyrë të jashtëzakonshme të gjithë turizmin, në mënyrë të jashtëzakonshme, ka humbje turizmi, pa sigurisht nuk bjen tokë, sepse nuk parapyesin shumë turistat nëpër Shqipëri, se në qendër të Tiranës ka disa idiot aty që nuk duan vendin e tyre. Dhe sigurisht quash popull, 100 vet, 150 vet që dalin, e sidomos 50 vet që sulmojnë me gur, që nuk janë pjesë e popullit, por janë pjesë e Partisë Demokratike dhe janë flamingot e Berishës, kjo pastaj është nxjerrje dhe ashtu grash. Të çmendura mas Sali Berishës, të dashuruara mas Sali Berishës, që duan të pengojnë autobuza ose që shkojnë ke policët. Janë idiotë, e keni pa kur e shoqërojnë Sali Berishën, kur shkon për të paraqitur në spak, dalin një 7-8 gra. Thjesht janë flamingot e Berishës, janë luajtur amëndsh, ju ngjajnë atyre komunistave dikur që i kishim në lagje dhe që spiononin pse kape pemën, pse lujte kështu, pse man balluke, pse ke panona cowboy, kështu janë edhe këto njësoj, origjinale. E për më tepër pastaj grupin e sulmit, të cilët ju a përgatit Sali Berisha, e jep rrin në periferi ato, marrin shtrajcat, çanta, e mbushin me gur, mbushin me xhama dhe me shishe dhe gjujnë policinë. Këtu ka përfunduar policia tregohet e butë, sigurisht se ka këtë dhu, se po doj policia i zhvin në hukta. Po të sillesh policia jonë, si sillet policia gjermane, këta jo vetëm që nuk dalin më, por policia këtu sillet e butë dhe është pjesë e një, po themi, pjesë e një demokracie, i lejon vetë Edi Rama, këto për të vërtetuar demokracinë e shtetit ti. E lejon gjithë protestet, edhe kur është paqësore dhe kur është e dhunshme. Mundohet që të paraqesi para botës edhe ka pamje sa dush që janë të dhunshëm ata, nuk jemi të dhunshëm ne si polici. Edhe kjo vërteton demokracinë. Por ata ashtu janë. Janë në radhë parë ultramajtist, në radhë të dytë anti-shqiptarë, sepse duan shkatrimin ekonomik dhe financiar të Shqipërisë. Mbajnë ison testatave botërore që nuk e kanë me ne fare, po e kanë me Trumpin edhe me Jared Kushner edhe Ivanka Trump. Si pasoj, këto proteste e kujtojnë si kur po bëhen të gjitha kundra Ivankës edhe Trumpit, kështu shiten në testatat më të mëdha. Dhe pastaj, sigurisht, Soros edhe majta evropiane e kanë me Edi Ramën, i cili i ka tradhtuar me Melonin, i ka tradhtuar me Orbanin, i ka tradhtuar me Trumpin, me bordin e paqes, i ka tradhtuar edhe sigurisht me pushtetin e tij, i cili sigurisht nuk ka treguar që është një ultramajtist, nuk mund t'i ndjeki mrapa majmun të tillë, fasho komunist të tillë, të cilët sigurisht kanë përshkuar në halet gomerve, sepse nuk mund të mahet shteti dhe të bëhet shteti me të tillë morracak, ignorante dhe derbeder, thoshte Noli, të cilët jo vetëm që s'kan idenë e shtetit, po shkatrojnë shtetit nga fillimi deri në fund. 1 milion vrejtje mund të kemë për Edi Ramën, po kurse si nuk mund të jetë si këta. Thjesht këta sot po e ndihmon Sali Berisha. Dhe në fund këtë, Berishkët kanë mbetur, nuk mund të mbesin të tjerë.
s'kan si të mesin tjerë, do mesin Berishkët. Në fund krejt, protesta do meti vetëm me Berishkën. Me asnjë person tjetër dhe me asnjë lloj ideali tjetër dhe me asnjë lloj forme tjetër proteste, përveç se protestat e Berishkës. Ajo fillon si një protest flamingosh, në sinqeritetin e tyre për idioti, dhe përfundon në protestën e flamingo Berishkëve, të cilët janë po të njëjtët prej 35 vjetësh. Me po të njëjtin ideal prej bolshevikësh, me po të njëjtin pronar idesh që është një folk bolshevike dhe ish sekretar partije dhe ish komunisti Sali Berisha, dhe me po të njëjtin bazament politik që është Partia Demokratike, e mbushur plot me spiuj të sigurimit shtetit, bashkëpunëtorët e tyre dhe idealet e tradhtuara, bashkë me marrëzinë e shpalljes së vetes si parti e djathtë. Dakord miqtë e mi, kjo është protesta e flamingove të Sali Berishës. Kjo është edhe marrëzia e fundit e një vendi i cili edhe kur nisne diçka që ka të drejta brenda dhe kur ka disa elemente të cilët sigurisht duhen thënë dhe duhen bërë, sabotohet në një mënyrë të tillë dhe shkrihet në një mënyrë të tillë me Sali Berishën, sa të vjen pastaj ndot jo vetëm që ta përmendësh, po dhe ta mendosh. Është një marrëzi e jashtëzakonshme i një shoqërie retrokulturore parapolitike. Dhe akoma nuk kanë filluar të futen politikë. Janë thjesht njerëz të hurit e të litarit që nuk njohin as kush është politika, as kush është demokracia, dhe nuk kanë qartë që çfarëdo lloj proteste e bërë në mënyrë e organizuar dhe e bërë në mënyrë tillë, në demokraci është destinuar të humbi, quhet. Dakord miqtë e mi?